ju themu ju këtu, se nga Konispoli gjerë në Vërmosh, çdo shqiptar që dëshon të vendos panelet fotovoltaike, do t'i vendos me ndihmën e shtetit, me subvencionimin e shtetit. Dhe pas 3 vitesh do ketë falas energjinë e tyre. Arsimi është prioriteti ynë absolut. Mësuesi do vendoset në pjedestal. Shkollat të gjitha do kenë formën më të thellë të digitalizimit. Garantoj mësuesit se nuk do ketë si që hapin këta s'ki jena lajmet se këta do shkurtojnë. Jo, do ulim numrin e nxënësve në klasa. Nuk do ketë klasa mbi 20-25 nxënës. Dhe ndoshta do ketë nevojë edhe për mësues më shumë se që janë. Mësuesve dhe punojësve të administratës u bëjë thirrje. Mos qëndroni në anën e të keqes. Dilni në anën e mirë, në anën e drejtë historisë. Mos u rjeshtoni me të keqen, se ne u konsiderojmë ju pasuri kombëtare. Të gjithë ju që zbatoni ligjin, keni dhe do keni respektin tonë me të madh. Natyrisht, ai që bëhet patronazhist, ai në qafë merr vetë në vetë. Sepse ligji nuk ja lejon, morali e denon, ndërsa ju të tjerë keni kurajo, ndauni me të keqen, bashkohuni me popullin opozitar, bashkohuni me Shqipërinë.